jeni e vetmja qeveri, e vetmja mazhorancë që nuk raportoni. Dhe për çfarë po flasim? Po flasim për procesin më jetësor në të cilin po ecën ky vend. Shqiptarët duhet dinë, kemi ecur përpara apo kemi bërë hapa prapa. Leni atë me nxitimin e madh për të miratuar projekt rezolutën. Po, projekt rezoluta do miratohet se është vullnet. Edhe hyni për të ecur drejt përpara drejt integrimit. Por pse nuk i thoni sot shqiptarëve? Pse nuk i raportoni? Çfarë problemi ka ky vend me krimin organizuar, me kartelet? Çfarë problemi ka ky vend me bllokimin që keni bërë drejtësisë? Çfarë problemi ka ky vend me korrupsionin galopant në cilin jeni zhytur të tërë? Çfarë problemi ka ky vend me demokracinë të cilin e keni asgjësuar? Kto ja u thot raporti? Dhe shqiptarët duan dikush ta referoj, t'ju thot çfarë problematikash janë hasur dhe ku kemi ngecur dhe çfarë duhet bëjmë. Po ju jeni mësuar gjithmonë kur del çështja e problemet, jeni mësuar me teorinë e strusit, futni kokën në rër, po keni harruar se ato të pasmet i keni zbuluar. Ju shohin shqiptarët dhe ndërkombëtarët. Mos kujtoni se fshiheni dot pastaj.